Për herë të parë në Lugin të Preshevës, në një vizitë zyrtare, ka qëndruar një deputete e Kuvendit të Republikës së Kosovës. Është kjo deputetja e PDK-s, njëherësh edhe kryetare e deputetëve të ri në Kuvendin e Kosovës, Ganimete Musliu. Ajo vizitën e saj e filloi duke bërë homazhe në vendin ku ka qenë lapidari dëshmorëve të UÇPMB-s, duke vënë kurora me lule. Më pasaj, vizita ka vazhduar në kabinetin e kryetarit komunës së Preshevës, Ragmi Mustafa. Aty janë biseduar shumë çështje që, siç tha deputetja Musliu, të gjitha problemet do të zgjidhen, por kërkojnë angazhim dhe iniciativa, e që nga kryetari Mustafa nuk kanë munguar asnjëra, ka thënë deputetja pas takimit. Mustafa tha se është biseduar edhe çështja e studentëve të Luginës së Preshevës që studiojnë në universitetet e Kosovës. Është premtuar që kuota do të rriten nga deputetja, ndërsa Mustafa ka kërkuar që studentët me kushte të vështira të kenë beneficione. Kemi folë më tepër ndoshta për mundësitë e lehtësirave ose krijimit e lehtësirave në arsim për të rinjtë e Preshevës dhe mundësi tjera të lëvizjes më të shpeshta në mes institucioneve të Kosovës Preshevës. Kështu që shpresoj shumë që në të ardhmen edhe kryetari Mustafa, po edhe qytetarët e Preshevës do të jenë dëshmitar për iniciativat që do të marr unë si deputete e Parlamentit të Kosovës në Prishtinë. I kemi biseduar gjitha ato probleme që ballafaqohen për çdo ditë shqiptarët në Lugin Preshevës, sidomos me qarkullimin e lirë tyre në drejtim të Republikës Kosovës pas vendosjes së taksave. Kemi biseduar dhe temat që janë shumë nxehta në lidhje me çështjen e arsimit në Luginën e Preshevës, pamundësimin e shkollimit universitar dhe gjetjen e mundësive që të avancohet edhe më tutje gjendja e studentëve shqiptar të Luginës Preshevës në Universitetin e Prishtinës. Nuk ja lën anash edhe çështjet politike. Në fokus të veçantë kanë qenë të drejtat e shqiptarëve në Lugin të Preshevës, ku kërkohet reciprocitet me serbët e Kosovës. Këtu është mollë ndaluar përdorimi i simbolit kombëtar, përveç se ditën 28 nëntor, kur është festa e flamurit, në Republikën e Kosovës, në gjitha vendbanimet serba, nuk është ndaluar problematika të tjera që lidhen me realizimin e të drejtave. Andaj shqiptarët e Luginës Preshevës nuk duan më shumë, se sa do të realizojnë serbët në veriun e Republikës Kosovës. E përmendi zotri Mustafa, kryetari nderuar, rolin e përdorimit të simboleve kombëtare, të identitetit të preshevarëve, do të thoja në këtë rast, dhe unë dua të them që sot për të ardhur në Preshevë kalova nëpër Graçanicë dhe kudo në Graçanicë pash flamuj serb, po dëshmojmë një tolerancë, një demokraci dhe po dëshmojmë që jemi të denj për të udhëhequr një shtet ku çdo qytetar i Kosovës ka të drejtën e vet të përdor gjuhën, të përdor simbolet kombëtare. Prandaj do të kërkoja që edhe në Preshevë herën tjetër kur të vi, t'i shoh simbolet shqiptare, sepse me munguan këto në një komunë ku 96% janë shqiptarë dhe nuk pash asnjë simbol shqiptar. Parlamenti i Kosovës e mbështet protestën gjithëpopulore që do të mbahet të shtunën në Preshevë, sepse me të kërkohet realizimi i të drejtave, tha deputetja Ganimete Musliu. Faktikisht, protesta është e drejtë demokratike çdo qytetari dhe unë vullnetin e shqiptarëve të Luginës Preshevës e mbështes fuqishëm dhe kërkoj që kjo protestë shkojë në mënyrë të qetë dhe dinjitoze, ashtu siç u ka hije shqiptarëve, të cilët janë dëshmuar brez pas brezi dhe në çdo histori të vendit. E në fund të takimet, kryetari Mustafa, deputetes Musliu, i dha si kujtim nga Presheva simbolin e komunës së Preshevës, e ajo tha se do ta ruaj dhe do ta kujtoj këtë si vizitë historike. Është simboli i komunës, ky është plisi i bardhë. Në vizitkarë që jetë më mirë, ndërkohë janë pjesë flamurit kombëtar që janë varur, është objekti edhe i komunës. Këtu është një objekt i vjetër që është në mbrojtjen e monumenteve dhe këtë simbol të komunës Preshevës do të dhuroja deputetës. Shumë faleminderit zoti kryetar. Ta bani për kujtim për ardhmën e parë në Preshevë. Është kënaqësi për mua sepse është vizita ime e parë në Preshevë dhe do të ndihem jashtëzakonisht mirë dhe ky simbol në zyrën time dhe në ambientet ku unë do të punoj, do të ma kujtoj çdo herë këtë vizitë që unë po realizoj për herë të parë, që për mua do të jetë si një vizitë historike, do të them. Faleminderit shumë.
Vizita e deputetes së PDK-s Ganimete Musliu ka vazhduar në takim me të rinjët e Luginës së Preshevës, ku nga ta ka marrë opinionet, kërkesat, si dhe ka shpreh gatishmërinë për bashkëpunim që zëri i të rinjve të Luginës të dëgjohet në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Tek vizita u pa edhe ndjenja e patriotizmit, pasi deputetja Ganimete Musliu vjen nga regioni i Drenicës, ajo ka vizituar edhe kompleksin memorial kushtuar dëshmorëve të UÇPMB-s, që është duke u ndërtuar në bashkësinë lokale të Rauvicës.